Po fakti që dy partitë e mëdha po ripërsërisin atë që kanë bërë gjatë gjithë këtyre viteve, pavarësisht se qoftë Berisha apo qoftë edhe Rama kishin premtuar që nuk do t'i linin prezantimin e listave për momentin e fundit, dhe fakti që po bëjnë të njëjtën gjë tregon që jo vetëm që nuk do të kemi ndonjë risi në raport me produktin që do të kenë këto lista për deputet, por do të përsërisim atë që kemi parë deri më tani, që në listat e sigurta të deputetëve do të vendosen njerëzit besnik dhe kandidatët të cilët do të qëndrojnë besnik kryetarëve pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit. Kjo që po ndodh është një problematikë shumë e madhe. Po t'ju kujtohet gjatë periudhës së foltores, Berisha, një ndër ato teza dhe kauzat e tij të mëdha kishte që nuk do t'i linte me listat për momentin e fundit. Po ashtu edhe Rama gjatë gjithë kësaj kohe kishte deklaruar të njëjtën gjë, ndërkohë që ata kanë realizuar edhe dy procese, qoftë Partia Socialiste nëpërmjet portalit deputetit që duan, por dhe qoftë Partia Demokratike e Berishës nëpërmjet të ashtu quajturave primare. Nëse këto dy procese do të ishin marrë në konsideratë dhe do të ishin vlerësuar ashtu siç u trumbetuan se do të bëhet, atëherë nuk do të kishim këtë lloj problematike me shfaqjen e listave. Kjo tregon që qoftë Rama, qoftë Berisha do të bëjnë atë që kanë bërë deri më dje dhe nuk ka se do të sjellin ndonjë të re për sa i përket kandidaturave. Po ka një ndryshim, dhe hajde ta analizojmë, dhe prandaj dua dhe analizën tuaj. Deri tani, Edi Rama ka bërë me dije se të gjithë ata që kanë më shumë se një mandat deputeti duhet dalin fush betej. Nga ana tjetër, informacionet që vinë nga kampi i Partisë Demokratike dhe i koalicionit bën me dije se ata që morën më shumë vota primare nuk do të jenë listë sigurt, por do të jenë në listë të hapur. Pra, shikoni një farë le të themi hendeku? Jo, të dyja janë tipologji të së njëjtës mendësi, mendoj unë, ashtu siç e thash edhe pak më parë. Ju me të drejtë thoni që Rama realisht ka deklaruar që deputetët me një mandat nuk do të jenë në listat e sigurta, por ndërkohë Rama dhe pushteti ka një lloj karakteristike ndryshe për shkak të konsumit shumë të madh për gjatë këtyre 3 mandateve, për shkak të problematikave që shumë prej deputetëve apo bashkëpunëtorëve të Ramës kanë pasur me drejtsinë, për shkak të evidentimit të lidhjeve të politikës me krimin, siç ishte rasti i Çybes në Durrës, Edi Rama është i destinuar të luajë këtë lojë të re, pra duke nxjerrë dhe duke evidentuar figura të panjohura në politikë dhe figura periferike. Ndërkohë që Sali Berisha ka një hall tjetër, Sali Berishës i duhet të bledh rreth vetes atë grupin e tij besnik për shkak të rezultatit që edhe ai vet, por dhe pjesëtarët e grupit të tij dinë që do të marrin në 11 maj. Kështu që mendoj që është e njëjta filozofi dhe e njëjta mendësi, e njëjta tipologji, por duke qenë njëri në pushtet dhe tjetri në opozit kanë një lloj, po themi, një lloj problematike pak më ndryshe. Por të dyja burojnë nga njëjta filozofi, që kryetari është ai që vendos, ndërkohë që partitë politike shqiptare do të kishin nevojë për një lloj demokratizimi, për një lloj, siç e thatë edhe ju, primarët për çfarë u bën? Ato nuk shërbyen as si primare, as si sekondare në këtë rast. Ato shërbyen si një lloj makiazhi, si një lloj hedhjehi syve ndaj demokratëve, ndërkohë që gjatë gjithë kohës ishte thënë e kundërta. Ndërkohë që Berisha doli dhe tha që ajo që deklarua dhe ju dhe ajo që po merret vesh ata që kanë dalë në kryet primareve mund të dalin në listë hapur, ndërkohë që ata që s'kan marrë vota në primare, po për shkak të marrëdhënieve individuale me Berisha do dalin në listë mbyllur. Ndërkohë që Rama deri më tani ka, siç bëjnë të paktën nga media, ka evidentuar disa kryetar bashkisë që do të kandidojë në zgjedhjet e 11 majit, por po të shohësh produktin që Rama po sjell të paktën me këto 3 kandidaturat e para nga kryetar bashkisë, është sigurisht një produkt që lë shumë për të dëshiruar, mendoj unë. Po koalicioni i zotit Berisha, sot një prej partive u largua, Partia e Maqedonasve.
Po Berisha më shumë se sa me koalicion ka bërë një lloj marrëveshjeje për shkak të imazhit me disa individ të cilët në përgjithësinë e tyre nuk përfaqësojnë asnjë gjë. Përveç se ndonjë partie specifike në atë që ai e quan koalicion, pjesëtarët e tjerë janë politikanë, po themi krejt pa peshë. Një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë qenë gjithë jetën deputet për shkak të marrëdhënies individuale me Berishën dhe për shkak të një lloj lojaliteti që kanë qëndruar Partisë Demokratike, kurse pjesa tjetër janë persona pa peshë, por mos thënë që aty ka dhe pjesëtar që qytetar shqiptar në zgjedhjet kur Partia Demokratike dogji mandatit u gajasën kur ata dilin në parlament, figura qesharake, figura pak serioze, por Berishës nuk i intereson asnjë gjë në situatën ku ndodhet. Atij intereson që në zgjedhjet e 11 majit partia që ai përfaqëson të shpresojë që të marrë më shumë mandate se partitë e tjera opozitare, që ai të qëndrojë dhe të mbajë atë që ne kemi thënë primatin e opozitarizmit në Shqipëri. Po, për shembull, si keni parë ju, ende nuk është zyrtarizuar, për shembull një lëvizje që Edi Rama e ka lënë të hapur. Unë nuk do të kandidoj, po e mendoj mos kandidimin tim, ka thënë ai. Çfarë do të thotë? Kjo është një lëvizje taktike në gjykimin tuaj për çfarë? Më tepër është një lëvizje taktike për shkak të pakënjësive shumë të mëdha që do të prodhojë kjo lëvizje e re e Edi Ramës. Pra prej dje Petro Koçi ka dalë me deklaratë publike, Erion Braçe po ashtu ka deklaruar në parlament, pra kanë shfaqur lloj pakënaqësie. Kështu që Rama synon që të zbusi pak këto pakënaqësi nga politikantë e karrierës së Partisë Socialiste që kanë një jetë që kontribuojnë në Partinë Socialiste, por që kanë edhe një lloj historiku në atë parti. Duke dhënë deklarata të tilla, Rama mendon që mund ta zbusi pak pakënaqësinë, duke i thënë atyre që ja edhe unë mund mos të jem, kështu që kur mund mos të jem unë, çdo kush mund të mos jetë. Por sigurisht kjo nuk e zhbën atë që thamë në fillim thelbin e problematikës që partitë politike tek e fundit janë edhe për një lloj sistemi karriere dhe një lloj sistemi hierarkik. Në çastin që kryetari i partisë me gomë ta fshin emrin nga lista për shkak të arsyeve që vetëm ai i di, atëherë partitë politike tona nuk janë më parti demokratike, po janë parti kryetare ashtu siç kanë qenë deri më sot. Kë shikoni në këto dy formacione politike që deri tani, sipas informacioneve se pritet zyrtarizohen në mbrëmje, emrat që ka bërë më shumë rifreskime në ekipet e tyre për t'i dërguar në parlament? Po e tham, është i detyruar Edi Rama të bëjë më tepër rifreskime për të çuar në parlament. Është lëvizje e detyruar për shkak të konsumit të madh që i ka prodhuar pushteti gjatë kësaj periudhe. Për shkak të një historiku e thash me problematika, me deputet që ka kapur dekriminalizimi, me deputet që kanë ndarë në përgjimet e SK-it, me deputet që kanë ardhur nga bota e krimit e tjerë. Në këtë kuptim Rama është i detyruar, nuk ka rrugë tjetër Rama. Rama është i detyruar që ta rifreskojë të gjithë grupin parlamentar me figura sa më periferike dhe me figura sa më të pak të njohura, siç ka bërë me qeverisjen e fundit. Pra ne nuk e dimë se cilët ishin ministrat. Po të pyesësh sot në Shqipëri, por edhe gazetar apo të tjerë, apo edhe politikan, të thuash se kush janë sot ministrat e Edi Ramës, askush nuk i di për shkak të anonimatit të tyre. Ndërkohë që Berishës i duhen pikërisht, Berisha s'ka çfarë rifreskon, sepse Berisha nëse do ishte për rifreskim nuk kishte rifreskuar veten e vet. Berisha është më vjetës se vetë vjetra, kështu që edhe rreth vetës i duhen ata njerëz që të paktën në këto 3 vitet e fundit i kanë qëndruar besnik në atë që ai nisi qoftë me Foltoni, por në gjithë procesin nga shpallja non grata deri më sot. Kështu që Rama është i detyruar ta bëjë rifreskime proces për shkak të problematika të mëdha dhe lidhjeve të Partisë Socialiste me botën e krimit apo me probleme me drejtësinë, ndërkohë që Berisha është i destinuar të mos ta rinovojë grupin parlamentar të Partisë Demokratike për shkak të besnikërisë të njerëzve që i duhen atij pas 11 majit. E qartë.